88.8 milion euro më shumë janë shpenzuar nga qeveria e Kosovës në tremujorin e parë të vitit 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, shpenzimet totale kanë arritur në 792 milion euro, nga 703.2 milion sa ishin vitin e kaluar. Analisti politik Albinot Maluku thotë se struktura e këtyre shpenzimeve nuk reflekton zhvillim ekonomik. Shpenzimet të cilat janë bërë përfshin politika sociale dhe kjo është treguesi mospasjes së zhvillimit ekonomik. Sipas OSK-s, pjesa më e madhe e buxhetit është shpenzuar për kompensimin e punëtorëve, që përbën rreth 38% të totalit. Kontributet sociale dhe përfitimet zën rreth 31%, ndërsa konsumi ndërmjetëm përbën afërsisht 12%. Pjesa tjetër është shpërndarë në kategoritë të tjera të shpenzimeve. Në të njëjtin kohë, rritje është shënuar edhe të hyrat të qeverisë. Në tremujorin e parë të vitit 2026, ato kanë arritur në 841.8 milion euro, krahasuar me 687.9 milion euro në të njëjtën periudhë të vitit 2025. Ekonomisti Arton Mohaxheri vlerëson se kjo rritje nuk nënkupton domosdoshmërisht përmirësim të ekonomisë. Rritja e të hyrave nuk është domosdoshmërisht treguesi një ekonomie më të fortë në Kosovë, pasi një pjesë e konsiderueshme e saj lidhet me inflacionin e lartë dhe rritjen e çmimeve që automatikisht sjell më shumë të hyra nga tatimet. Strukturat e të hyrave dominojnë nga tatimet në produkte, të cilat përbën rreth 68% të totalit. Tatimet rrjedhëse në të ardhra zën rreth 17%, ndërsa rreth 7% vijnë nga aktivitete dhe detyrime financiare. Pjesa tjetër e të hyrave është shpërndarë në kategoritë të tjera.